që këta jonë halo bashk, po halo s'po kallëzoj. Po dhe janë, në një formë se një tjetër. Qysh janë bre fatime se s'po ju kuptojnë. Si ka përfundu mandati, Halil. Me fatë të një përfundan. Dhe logikisht është e zgjedhur në atë pozitë me mbështetjen e të njëjtit grup politik. Këtë po e themi. Ideja është që opozita mund t'i ketë 30 numra për të propozuar diko jo partijak, mbi partijak, që do t'a sfidonte realisht Zonjën Osmani në kandidaturën për mandatin e dytë. Zonjën Osmani potencialisht mund ta propozonte i njëjti grup politik që ka bërë herën e parë presidente. Ose këtë tjetër grup? Ose grupi tjetër, nëse ata konsiderojnë që nuk po e don ky grupi tjetër, le ta propozojnë, le të vinë me propozimin e Zonjës Osmani, ta shohim apo kalon kuvent. Pa ta ka presidente Kurti, pse opozita me Pa është e vetëvendosje, s'oj patime. Nëse nuk e mendoni është e vetëvendosje. Jo, nuk është e vetëvendosje. Qysh më nuk o pa ka ngaru me një listë. Ka ngaru. E me të vërtet që këtu në me qësë logjik shmuj me Në mandatin e parë, e njëjta ka kanë s'ka logjik që kjo. Po nuk është e vetëvendosje. Edhe nëse e kujnor. Zonja Osmani ka themeluar partinë e A parë, është partia që ka themelu vjosa në vetëvendosje? Në koalicion janë. Fatime, veç një sekund lutem. Politike dallojnë prej bindjeve politike lëvizjes vetëvendosje. Në secilin verzion topi është tek opozita. Nëse ata vinë me një kandidatur tjetër, do ta fidojnë këtë fosën me fajsu opozitës, jo, absolutisht. Fatime. Halil, përderisa nuk i kandidat, nuk i çka me pretendu. Fatime, këto është logjika. Nëse ti vjen me kandidat, ti pretendon. Vetëvendosja duhet me udash me kandidu vjose, do koleg. Sepse kanë bashkëpunu 5 vjet ka qenë në listës tyne. Do shta s'donë mo. Do shta ka një Po kandidat. që ashtë i qojë që s'po donë mo. A mu musja gjunit ashtë opozitës që opozita po dash ka vjusën. Pse? Po nuk po e di unë. A e Jo ka? të dy kolegë që i komanej, thanë që opozita vjusën.